1. Shalqini është me ngjyra të ndryshme, megjithse ne jemi mësuar ta quajmë vetëm të kuq, të mirat që sjell në trup ky frut janë të jashtëzakonshme. 2. Ai mund të konsumohet në sasi të mëdha, pasi nuk ka kalori dhe nuk të shëndosh. Për të gjithë ata që kanë probleme me peshën, duhet të konsumojnë sa më shumë shalqin. 3. Shpesh shalqini ngatërohet me perimet, por ajo që e bën atë të ndryshëm nga ato është se ai ka një ëmbëlsi karakteristike dhe gjë që e bashkon me familjen e frutave. 4. Ky frut rritet në të gjithë botën. Ai është në 1200 variante në të gjithë botën. 5. Po kështu, shalqini mund të dërgohet në familje të ndryshme si dhuratë, pasi simbolizon dashuri dhe mirësi. Kjo traditë ka qenë shumë e përhapur në Kinë dhe Japoninë e lashtë. 6. Shalqini mund të kombinohet edhe me shije të tjera, pra ai konsumohet bashkë me ushqime të ndryshme. Zakonisht në Shqipëri ai konsumohet së bashku me djathin e bardhë. 7. Farat e shalqinit janë shumë të mira, prandaj mos u shqetësoni as pak nëse ato mund t'i gëlltisni. Në disa vende të botës, ato piqen dhe shoqërohen me kafen. 8. Nëse doni të hani shalqin për të shpëlar trupin, atëherë duhet ta konsumoni përpara ushqimit. 9. Shalqini përmban 92% ujë dhe vetëm 5% sheqer. Ndaj duhet që ta konsumoni sa më shumë, pasi përbën pastrim të plot të trupit. 10. Po kështu, shalqini është një frut që mund të quhet si më i madhi në botë, pasi shalqini më i madh peshon rreth 108 kg.